do të flasim për festat e dëshirave, sepse ka qenë një surprizë e madhe ajo që sjell platforma digjitale sa i përket të gjithë apasionuarve mbas sportit të shtohen paketës premium, Champions Liga, Serie A, Kupa e Italisë, Bundesliga, NBA, MotoGP, më fal duhet i lexoj këto se janë shumë. Kemi pastaj Europa League, La Liga, Ligue 1, Kombëtarja Kuqezi, Kombëtarja Kosovës, NBA. Të gjitha, gjithë bota e sportit. Thash, më duket po. Po. Kështu që do të thesh gjithmonë do e thash apo nuk e thash? Janë mbi 30 evente, po, e di, sigur harrova emrin e dikujt, po Glenn Albani, kolegu ynë kryeredaktor i Procesit Sportiv, është për të folur në studion ton për këtë surprizë, me thënë drejtën, që tani gjithçka, praktikisht gjithçka që ndodh në sportin botror është në paketën digital. Mëngjes e Edit njerëz, shera parë që e takoj kështu. Nuk mërzitem, nuk bëhem xheloz. Gjithë po, se bashkë shihemi më shpesh. Vërtet është kjo që është hera e parë unë në momentin që u dha lajmi për kanalet e reja, gjëja e parë që mendova u ktheva pas në vitin 2006 kur Digitalbi kishte eventet kryesore, po jo kaq shumë sa sot. Kjo është hera e parë që të gjitha kompeticionet janë në një platformë. Nuk ka asnjë kompeticion i rëndësishëm evropian që nuk është, jo vetëm futbolli, që diskutohet. Jo vetëm evropian, do të thënë, kur flasim edhe për NBA edhe. Po pra, jo vetëm futbolli, domethënë është garat me makina, turnet e tenisit, NBA, domethënë ka çdo event që një tifoz ose një sportdash do ta shikojë tani e ka brenda Digitalbit. Është me të vërtetë historike sepse nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara që të jenë kaq shumë ndeshje dhe kaq shumë evente në një paketë sportive dhe nuk besoj që sot ka në Europë një paketë që i ka të gjitha kaq shumë të gjitha eventet për të përfshirë brenda. Po edhe me këtë çmim që ofrohet sepse është në Itali duhet të paguash 4 fishin për të parë kaq shumë evente sa do të transmetoj Digitalbi që nga kjo javë që filloi. Paketës për pjesës kryesore që ne kishim kampionati anglez dhe kampionati spanjoll që janë dy eventet më të rëndësishme në Europë, i shtohet edhe kampionati italian, Champions League që do fillojë tani, do rikthehet në mesin e muajit janar me ndeshjet e tjera të fazës grupe dhe gjithë eventet e tjera. Janë gati, ne bëm një llogari në punë, i binte gati 100 ndeshje në javë. Në javët që ka dhe tani duhet të kesh vetëm kohë për të parë gjitha, po. Domethënë kompeticionet europiane që janë Champions League, Europa League, gjithë to Conference League, ne do kemi në fundjavë, pra gjithë javën nga e hëna në të hënë, 100 evente sportive, që është një gjë e jashtëzakonshme, nuk e dia do të dalë koha njerëzve për ta. Vërtet shumë evente për të gjithë dashamirësit e botës së sportit, po cilin event do të veçojë? Cili mendon se do të mbajnë përthyer më shumë para ekranit që e prisnin? Unë jam çik diparte si thon italian këtu sepse unë ndjek shumë domethënë transmetoj kampionatin spanjoll që është një nga eventet mendoj më të rëndësishme dhe ka një statistikë që në Shqipëri të rinjt janë apasionuar shumë për kampionatin spanjoll, siç ndodhte me ne dikur me kampionatin italian, sepse edhe Ronaldo, Messi kanë bërë të vetën në periudhën e fundit, por edhe Yamal tani që ka dalë fenomeni i ri apo Mbappéa që është afruar drejt Realit Madrid ka bërë të vetën. Kështu që për momentin kampionati spanjoll është nga më kryesorët në Shqipëri, pastaj pa diskutim kampionati anglez që është më i bukur në botë sepse për rivalitetin që kanë ata, nuk largohet tradita italiane dhe gjitha pastaj për mbledhjen te Champions League aty ku përplasen gjithë kulturat e futbollit evropian. Është gjë shumë e bukur. Ai duhet të theksojmë pak për të qartësuar gjithë publikun ose të gjithë abonentët është që ata që e kanë bërë më përpara abonimin 12 mujor në digital për të përfituar këto kanalet e reja, pra gjithë eventet e tjera, mjafton të bëjnë një plotësim abonimi, mund të shkojnë në një dyqan në një nga pikat e digitalit kë kanë më afër, bëjnë plotësimin e abonimit dhe i shohin gjitha pastaj si gjithmonë për periudhën që kanë paguar. Ndërsa ata që futen të ri mund ta bëjnë abonimin nga e para, i kanë të gjitha eventet e hapur. Janë 14 kanale sporti të dedikuara, ka dhe disa kanale tjera sporti plotësuese që janë për sporte e forcës, ato pak më të veçanta, po themi pak më të veçanta, po. Shiko, unë gjatë verës ta kam shprehur edhe ty se ke qenë këtu në studio kur ndodhi edhe botrori i klubeve që ishte në digital atje. E shijova jashtëzakonisht shumë atë gjë, domethënë se ishte si një ndeshje Champions League, po 4 në ditë domethënë, çdo ditë. Edhe tani që kjo paketë shtohet, po ishte diçka interesante që po thoshe, se është ky brez i ri që është rritur me Messin, Ronaldon, me Barçën edhe Realin e Madridit, që ka një dashuri për kampionatin spanjoll, që është shumë i fortë, shumë i bukur. Gjithashtu mendoj si ti që Premier Liga angleze ofron spektaklin
Edhe kjo ishte në gjitha komponentët më e bukura, sepse transmetohet më mirë dhe më i kushtohet më shumë rëndësi, është eventi më i shitur në botë. Dhe edhe një gjë që doja të plotësoja është që Digital përpara se të lajmëronte këtë shtimin e kanaleve dhe gjitha eventet, bëri dhe një lëvizje shumë të mirë pikërisht me kampionatin spanjoll dhe anglez, që janë kampionate që do jenë në digital pa afat gjatë. Pra do jenë deri në vitin 2031. Pra është një afat gjatë që është një lëvizje shumë e mirë. 5 vjet të ardhshme. Është 5 vjet të ardhshme sepse tregu është shumë i fortë në Europë për blerjet e drejta televizive, kështu që kjo është një nga lëvizjet më të mira, domethënë blerja për afatgjat e këtyre eventeve. Edhe ka garanci se janë kampionate të cilat nuk bien, domethënë është treg i fortë sepse ti nuk rivalizon vetëm me pjesë shqiptare, po ti rivalizon me të gjithë botën. Kupton, është hyrë në një treg ku për ta bler është konkurrencë e fortë, çmimet janë shumë të larta pa diskutim. Çështje teknike, po gjithashtu e rëndësishme. S'ka rëndësi se ku jeton. Jo. Ti përmes Digitalbit me OTT mund të jesh në mes të Milanos. Aplikacioni Digitalbit për thënë vërtet është nga më të mirët. Ne ishim dhe në Spanjë javën e kaluar bashkë me një pjesë të ekipit të Proces Sportiv, edhe duke ndjekur ndeshjet në aplikacion, aty patëm dhe një workshop me disa personazhe të La Ligës, të kampionatit spanjoll, edhe ata u befasuan pak për cilësinë në cilën lëvizte aplikacioni, pra ti nga njëra ndeshje në tjetër mund të shkosh shumë shpejt me aplikacionin, e hedh një televizor, e shikon direkt, domethënë edhe ishim pak të befasuar për nga niveli i teknologjisë ku e panë që Shqipëria kishte arritur. Me vërtet që aplikacioni që ka Digital sot është nga më të mirët. Është vërtet, pa diskutuar që është nga më të mirët. Dhe është shumë komod në përdorje. Kjo është gjëja që të befason. Dhe unë gjithë kur më pyesin që thonë si ta bëjmë abonimin, gjëja e parë që them, bëj aplikacioni sa ty do shpëtosh, domethënë e merr me vete e ke kudo. Mund ta ndjekësh në ekran, në iPad, në celular, kudo. Unë e kam edhe në celular, po e kam edhe në televizor. Edhe funksionon po aq mirë edhe në televizor, dhe kjo është gjë e bukur që jo vetëm mund të kthehesh në kohë. Shumë komod. Të shikosh programet e darkës në mëngjes apo programin e mëngjesit në darkë, po ndeshjet i kanë në dorën tënde. Po edhe domethënë ajo ekrani i madh i televizorit, cilësia është absolute, kështu që është, them kështu, pa asnjë lloj sikleti. Është i shkëlqyer, është realisht i shkëlqyer. Ky është vetëm hapi i parë i projekteve që na presin përpara, sepse shumë shpejt do fillojë një programacion i mirë për ta plotësuar të gjithë paketën sportive, pra me çdo gjë për të qenë lider kryesor në pjesën e sportit në Shqipëri. Është dhe fundviti hym pak më shumë në vivo, siç thon italian, të sportit. Mund të themi se edhe kualifikimi për herë të parë në fazën e play-off të botrorit të kuqezimve është një moment historik. Shumë moment i bukur, për të thënë vërtetën, është hera e parë që Shqipëria i shkon kaq afër kampionatit botror. Ne gjithmonë e kemi parë në ekran si tifoza, po tani kemi mundësinë që ta shijojmë pak më afër dhe të shpresojmë që në 26 marsi, që është bërë kjo data që na del gjithmonë në memorie, dhe më rri në mendjen tonë, 26 marsi, stadiumi në Varshavë, po ora 20:45. Kjo është gjëja që gjithë tifozët presin, dhe me sa po shoh ka një interesim të jashtëzakonshëm për biletat. Shqiptarët nuk duan të hynë vetëm te pjesa që na takon ne, që do jetë e vogël, kam përshtypjen stadium do jetë rreth tikuke 3-4 mijë tifoz, po ata duan të hynë atje ke pjesa e polakëve, dhe nuk do jetë çudi që ti shohim dhe atje në gjithë stadiumin. Cilat janë pritshmëritë për është Digital Beam. Po, okay. Ndonjë par golat na fal. Për të treguar. Po, vërtet shumë, edhe unë me aplikacionin shumë praktik, fantastik. Tani fillon dhe Big Brother jetë brenda, kështu që do kemi çik konkurrencë sporti me Big Brotherin, po është konkurrencë e fortë. Është konkurrencë e bukur. Cilat janë pritshmëritë për kombëtaren? Do veçoje ndonjë emër? Një element i rëndësishëm për thënë vërtetën, gjëja e parë që mendojmë është që të gjithë lojtarët e kombëtarës të jenë në formë të mirë në mars. Pra, mos kemi dëmtime nga pjesa kryesore e ekipit, të jenë në formë të mirë, po ecin shumë mirë disa prej lojtarëve në këtë periudhë, po shënojnë gola, siç është rasti i Hoxhës që po shënon gola me Dinamo Zagrebit, apo Muçi që shpresojmë të mbajë këtë formë dhe pse jo të rikthehet në kombëtare, sepse ka humbur në 2 muajt e fundit ekipin kombëtar, po ai po shënon rregullisht me skuadrën e tij Trabzonsporin në Turqi. U bën gati 6 gola në këto muajt e fundit, po që tregon që është një moment shumë mirë. Shpresojmë që ai ta mbaj, se mund të jetë një armë plus dhe mund t'i japi vetes një shans për të qenë në periudhën e Tani ne dim që Polonia është një skuadër e fortë, pa diskutim, sepse nuk është vetëm Polonia. E vërtetë është, po nuk është vetëm Polonia. Ti nëse fiton me Poloninë do duhet luash edhe një raund tjetër nga fituesja e çiftit Suedi-Ukrainë. Kështu që
rruga përpara është e vështirë, është një malore shumë e fortë, por jo e pamundur. Kështu që fakti që ekzistojnë disa shanse dhe ka një përqindje që ne mund t'ja dalim, kjo na mban me shpresë që mund të ndodhin gjë të tillë. Pastaj në ndeshje teke gjithçka mund të ndodhi. Patjetër, po do të pyesja pak edhe për Dardanët. Sepse edhe Kosova në një situatë është, po, edhe ata janë në një formë të mirë. Suedin e mundën 2 herë në Unë për shumë në do grupe. doja që nëse ndeshjet e play-offit do ishin direkt mbas eliminatorëve, ne do kishim mendoj më shumë shanse, se ishim të dy ekipet në moment shumë të mirë. Edhe Kosova dhe Shqipëria vinin nga një periudhë rezultatesh pozitive. Tani kjo shkëputje për 3-4 muaj deri në mars. Po mirë, ndodhe edhe për skuadrat kundërshtare, gjithsesi. Kështu që patjetër, po ne po të shohim momentumin. Do doja të vazhdonim në këtë linjë, domethënë ishte një moment i mirë, inercie që mund ta çonte përpara. Kjo shkëputje të mban pak larg, domethënë pak pezull dhe ti je në pritje tani të shohësh se si do ecin, si do rrjedhin ngjarjet. Është merkato janari përpara, mund të ketë një lëvizje, një gjë. Kështu që gjitha mbeten për tu parë. Plus marsi është një periudhë specifike me ndeshje. Ka shumë ndeshje në atë periudhë dhe gjithmonë shpresa që mos ketë dëmtime, mos ketë probleme. Në çdo rast, ose Kosova ose Shqipëria, domethënë shanset janë të dyfishta në kuptimin që njëra nga skuadrat shqiptare do të mund të ishte në botror. Më e mirë do ishin të dyja, por patjetër. Edhe sikur shkoi njëra nuk do ishte keq. Prandaj po them. Qofse do ishte botrori është duke ardhur, se kur ke një verë me botrorin përpara, nuk e di si është për ju gocat. Po ka një lloj eksitimi në ajër, po themi, për atë idenë që është kjo vera, do jetë koha e plazhit, po gjithmonë ke edhe janë ndeshjet. Është edhe një muaj, botrori është shumë interesant. Gjithashtu në digital. E vetmja e keqe është që është larg, domethënë është në Amerikë. Po. Sepse po të ishte në Europë do ishte pak më ndryshe. Po edhe në Amerikë ka shumë shqiptarë, kështu që nëse një nga ekipet do kualifikohej atje, do ishte shumë e bukur. Shqiptarët do ishin të jashtëzakonshëm. Por shikoja që ka një lëvizje të tregut të frikshme. Për shembull, një ndeshje hapse e botrorit do jetë në Azteca në Meksik, në një stadium historik. Edhe në Kanada, edhe nata e një natë hoteli në stadium në qytet. Përpara finales kishte shkuar tani shifra të frikshme gati $3,200 për të paguar për të fjetur një natë në stacion treni, për të parë një ndeshje futbolli. Po unë për shembull duke dal pa nga tema, jam shumë ignorante te kjo pjesa biletave, stadiumeve, se si funksionon, edhe unë me thjeshtësinë më të madhe time shohim botrorin, shohim mirë çfarë bëhet. E di sa e vështirë është për të pas biletë. E di. Po shkoj ndonjëherë te kjo linjë e temës, është kjo pjesë e temës, por ajo që pash një ditë që më doli ishte se të pasurit ose ultra të pasurit tani nuk po kërkojnë që të blejnë më çanta, këpucë, rroba, e pallto, e syze e të kësaj natyre, sepse ato mund t'i blejnë edhe shtresa e mesme. Por për tu dalluar janë shpenzuar shumë tek përvojat, tek eksperiencat. Pra të parit e finales së Super Bowlit, finalet e kampionatit botror, të ndeshjet kështu ekskluzive, dhe kjo ka bërë që të rriten çmimet shumë për përvojat. Si kapim dot ne që ndoshta mund kursejmë për një çantë apo ku diun se çfarë, diçka materiale, por to përvoja tani kanë shkuar shumë lart. Me thënë të drejtën, nuk është as çështje leku, ekonomie, sepse është si tip llotarie për të pasur këto bilet. Është një sistem i ndërlikuar që duhet të studiosh shumë. Po. Është edhe që quhet dynamic pricing, ku nuk ka një çmim fiks, pa ai lëviz në bazë kërkesës. Janë shumë maila, gjëra, të xhironi. Dokumentar të FIFA-s, po të fliste për historinë e Blaterit, thoshte që kush ka biletat ka fuqinë. Po. Duke u referuar pikërisht Blaterit. Nuk është çështje, po. Për pjesën që ai drejton te FIFA, po ashtu vazhdon ajo rregullisht, domethënë vazhdon Blateri, po. Zgjatet. Ishte historia ajo me këto, me FIFA-n, me futbollin. Kush ka biletat ka fuqinë sot. Tani, keni menduar për sherrret që mund shkaktojnë në shtëpi kjo me gratë kur ti thua 100 ndeshje në 2 ditë? Në gjithë javë. Po fundjavë ka bazën. Ne sot do shikoj televizor tani. Sot në digital kemi gati 45 evente, fillon nga e premtja, domethënë nga e premtja deri të hënën. Vetëm fundjava është gati 45 evente sportive. Imagjino do shtohet dhe enjtja, mërkura e martës ditë. Pra, sepse tani ke edhe Big Brotheri, 2 kanale ekskluzivisht dhe live në digital. Dhe luan edhe Barça me Realin atje tutje. Vështirë dhe zero. Kupton tash çado bëjmë? Vështirë dhe si do kërkojmë falje këtij populli. Shiko, në përgjithësi ka ndodhur që
burrat dalin jashtë, pra shkojnë te lokali lagjes atje, kurse gratë rinë në shtëpi. Kjo ka ndodhur në përgjithësi. Por nuk do ishte çudi që Big Brother të fitonte disa nga burrat ti mbante në shtëpi dhe mos dilçin te pjesa e futbollit. Problemi është që futbolli ka atë, po se pe live nuk e shef dot regjistrin, kjo është problem. Do marrësh vesh se rezultatin e gjithçka tjetër. Po gjithsesi, ideja është që tani gjithë sporti, praktikisht gjithë sporti botror, yjet e futbollit dhe jo vetëm të futbollit janë në digital, janë në një paketë të vetme. Njerëzit që abonohen tani mbrapa do ta kenë këtë paketë premium pjesë të tyre, ata që janë të abonuar tani mund ta plotësojnë abonimin e tyre. Me një çmim në varësi të kohës së mbetur të abonimit të tyre. Kjo është, prandaj duhet të shkojnë atje në dyqan që ta kuptojnë atë çmim. Me drejtë se e pash. Lëviza i çmim duket. Po. Varësisht se sa muaj do të përfitosh, por mirë është që nuk ka nevojë se e di që ka pas njerëz që mbanin ose lokale 2 paketa televizive për të mbuluar të gjitha ndeshjet. Kjo do të reduktojë çmimet, po themi për klientin fundor, atje se s'ka nevojë. Që në këtë moment është me 35% ulje. Çmimi deri në pjesën e fundit të festave të dhjetorit, pastaj nuk e di se si do jetë çmimi, por mirë është përfitosh tani se 35% nuk është. Jo, patjetër. Është pak domethënë. Patjetër. Shumë faleminderit Glend. Edhe unë falenderoj. Ishte Glend Albani me në zonja zotrin, kryeredaktor i Procesit Sportiv këtu në Top Channel. Paso gjithashtu të premteve në Top Albania Radio në orën 18 ku flitet vetëm futboll. Po, vetëm futboll. Mezi e presim atë pason për fund. Jo, edhe unë qëllon që jam në makina ato orë edhe është një nga programet që shijoj më shumë në radio.